Faleminderit. Në fakt, pikat themelore të këtij projektligji janë informacione dhe siguri. Edhe kur vjen dhe diskuton këtu zoti Tauland Zarfi, se tani do të njihesh si Tauland Zarfi, se sa zarfa ke plotësuar ti, nuk ka plotësuar asnjë punojës i postës që është ndalje në pension, sa keni kaluar ju në përduar e sa keni fabrikuar ju, besoj se ka njëri tjetër rekord në Shqipëri, por edhe në botë. E të flisni ju për informacione dhe për siguri është të vëzhduar në kokë. Në fakt një listë e mirë përgatitur nga ambasadat kudo në botë, ambasadat shqiptare, me listat e telefonit të gjithë emigrantëve të cilët jetojnë në shtetet ku ato kryejnë funksionin, është përdorur nga funksionarët e Partisë Socialiste për dërguar mesazhet personalizuara dhe për të kërkuar takime dhe vota. Dhe ky është fakt. Aq fakt është sa mjafton të shikoni se si një ish ministre e jashtme, zonja Olta Xhaçka, merr votat e diasporës pikërisht nga aksesi që ka në ambasadat, nga emërimet që ka bërë, nga listat që i shkojnë dhe përqundon rezultatin edhe me partinë tjetër politike edhe brenda radhëve tuaj. Marrja e dhënave personale ka qenë fakt publike. Ka qenë publike se si rodhen të dhënat personale dhe se si ju keni përdorur gjatë fushatës elektorale çdo të dhënë personale të individëve në Shqipëri për sistemin e tuaj të patronazhimit votuesit. Ndërkohë që në vend të nënshkrimit që duhet kishin votat e diasporës, një nënshkrim personal me firmë, me emrin dhe i shkuar në banesën personale sipas kontratës bërë nga KQZ-ja dhe DHL-ja, Partia Demokratike ka provat e sakta të cilat tregojnë qartësisht që këto nënshkrime mungojnë, që këto janë pika dhe viza në rastin më të mirë ose në rastet e tjera nuk ka fare. As adres, as nënshkrim dhe as zarfa që janë bushur nga ju për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve. Ne vim nga raportimi në Strasburg, ne vim nga takimi me eurodeputetët dhe qartësisht të gjithë janë të informuar se në Shqipëri, me fakte dhe me prova, nuk janë kryer zgjedhje të lira dhe të ndershme, por ka funksionuar një shtet elektoral i vënë në dispozicion dhe i bërë njësh me Partinë Socialiste, teksa ka shpërndar çdo të mirë materiale në funksion të rezultatit zgjedhor dhe sot vjen me krenarin për të miratuar ca ligje të tjera që i shërbejnë po të njëjtit funksion. Funksionit të mbajtjes së ruajtjes së pushtetit dhe përdorimit të çdo aule edhe të Parlamentit të Shqipërisë si një aul ku mund të kalojnë ligje dhe kur mund të bëhen gjithçka në emër të mbajtjes së pushtetit. Informacioni që morën qytetarët shqiptarë në fakt edhe gjatë fushatës elektorale ishte një informacion sipas raportit të OSBE Odirit, një informacion i privuar nga e vërteta, një informacion larg objektivitetit, një informacion indikuar nga parate dhëna nga qeveria tek pronarët e mediave për bizneset e tjera të tyre ose nëpërmjet reklamave qeveritare të monopolizuara për të bërë propagandën e qeverisë. Sipas raportit të OSBE Odirit, ju vendosët në mënyrë të njëanshme duke shkelur dhe kushtetutën për të mbyllur një medium social siç ishte TikToku, duke marrë një vendim që këtë do ta mbyllnit për një vit dhe sot TikToku është hapur. Sepse qartësisht siç e parashikonte dhe siç e tha edhe opozita, e gjithë betejë nuk ishte betejë për siguri, se s'kishte lidhje me ndonjë siguri, ndërkohë që s'kishte ndodhur asgjë. Ishte betejë për të monopolizuar informacionin në disa duar dhe në disa media që ju i kontrollonit dhe për të mos lejuar opozitën, kandidatët e pavarur, të shpalosnin qytetarët, të shpalosnin gjithçka ndodhte, qoftë fushatën, qoftë denoncimet në këto rrjete të pakontrolluara nga ju. Ishit ju ata që
Ndryshe nga sa parashikon kodi zgjedhor, neni 91 kodi zgjedhor _4 që thot qartësisht që 4 muaj para datës së zgjedhjeve ndalohet propozimi miratimi nxjerrja e akteve ligjore që parashikojnë dhënien e përfitimeve për kategoritë caktuara të popullsisë, që ju e shkelët jo me të dyja këmbët, po këmbë e kokë brenda, duke dhënë çdo përfitim të mundshëm dhe duke dhënë nga buxheti i shtetit miliona e miliona euro vetëm me një qëllim: merrjen e votës, blerjen e votës në mënyrë tashmë shtetërore, në mënyrë tashmë të dukshme, shkelja e paprekur fare nga morali, nga ligji, sepse ne jemi shteti dhe ne bëjmë çfarë të duam. Mjafton t'ju kujtoj 6.000 leje legalizimesh të dhëna në 4 muaj, në Berat 419 legalizime, në Dibër 123, në Durrës 928, në Fier 801 legalizime, në Gjirokastër 98, në Kukës 124, në Tiranë 1931, në Vlorë 590, në Lezhë 116. Të gjitha imagjinojeni me minimumi 3 deri në 5 vota të paktën për familjen e tyre. Një blerje vote e hapur në shkeljet kodit zgjedhor dhe në shkeljet çdo parimi që ka gjatë periudhave zgjedhore ku shteti duhet ndahet nga partia dhe jo të bëhen njësh në funksion të blerjes votës. Vota po rinumrohet, thot zoti Zarfi. Vota po rinumrohet, po ajo votë e cila në fakt u shkatrua, u vra para se të futej në kuti. Dhe vetmja gjë që po rinumrohet është transparenca e votës kandidatëve midis renditjes tyre personale. Se nuk mund të numrohet një votë për cilën u paguan nga krimi dhe nga shteti miliona euro për ta ndryshuar atë. Nuk mund të numrohet një votë e cila u votua 1/4. Nuk mund të numrohet një votë e cila erdhi si rezultat i trenit bullgar, e si rezultat i 100 mekanizmave tjera të cilat ju jeni bërë tashmë mjeshtra të ndryshimit të rezultatit zgjedhor. Nuk mund të numrohet dhe rinumrohet edhe 200 herë një votë e cila ka mbrapa vetes 76 milion euro bonuse elektorale për 730.000 pensionistët, që ka 33.3 milion euro asfalt elektoral, që ka 7.2 milion euro për të marrë në punë 2376 punonjës të rinë në administrat, që ka 2.2 milion euro pagesa ekstra për paftësi, një votë e cila ka nga mbrapa 200 milion euro të falura gjoba, një votë që ka nga mbrapa 29.300 hektar kanabis. Kjo nuk është më votë për të numruar, kjo nuk është vota e shqiptarve, këto janë parat që futen në formë vote në kutit e votimit nga përdorimi i çdo resursi shtetëror. Dhe kur Parlamenti Evropian dëgjonte të gjithë faktet dhe provat, realisht unë nuk e di se si ju guxoni dhe akoma flisni për integrim evropian, se akoma flisni për kritere politike, se akoma flisni për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jemi në vitin 2025. Gjithçka mund të kishte ndodhur në Shqipëri, gjithçka mund të ketë ndodhur në diktaturë, por asgjë nuk e legjitimon që në vitin 2025, kur ne dhe ju bashk shprehim vullnetin për të qenë një shtet antar i Bashkimit Evropian, ju nuk plotësoni asnjë kriter minimal dhe pastaj anatemoni opozitën pse shkon dhe thot të vërtetat atje. Pse shkon me fakte në Strasburg? Pse shkon në Strasburg me video? Pse shkon në Strasburg me letra? Po me çfarë të shkojmë ne në Strasburg? Të shkojmë në Strasburg me propagandën tuaj, të shkojmë në Strasburg me injorimin e të vërtetës. Jo, ne do të shkojmë me të vërtetën, ne do të qëndrojmë të vërtetës deri në fund dhe ne do të jemi përballë jush për të vendosur misionin e votës lirë në Shqipëri. Shumë faleminderit. Faleminderit deputete Zhupa. Fjalën e ka deputete Rsulaj, përgatitet deputeti Shehu.
Faleminderit të nderuar drejtuesi i seancës. Nderuar kolegë, projekt ligji për përpunimin e informacionit